Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Qoftë lavdëruar Perëndia që krijoi qiellin dhe tokën, e themeloi errësirat dhe dritën. Ata që nuk besojnë, përsëri, me Zotin e tyre krahasojnë zotëra. Ai ju ka krijuar nga balta, ka caktuar afatin e vdekjes dhe ai di kohën e kiametit e ju përsëri dyshoni. Perëndia është i adhuruar në qiell dhe në tokë. Ai di shqetësitë dhe të sheshtat tuaja, si dhe të arriturat tuaja. Nuk ju ka ardhur të pabesëve asnjë dokument prej dokumenteve të Zotit të tyre, e ata të mos ia kthejnë shpinën. E përgënjeshtruan të vërtetën, po sa ju erdhi, por se shpejti do ju arrijnë lajme me pasoja për atë çka janë të ardhur. A thua nuk i pan ata, se sa po i kemi zhdukur ne, para tyre, të cilët i patëm vendosur në asë toke, në çfarë nuk ju kemi vendosur ju, e u sollëm atyre shirat e boshëm dhe bëm që t'ju arrjedhin lumeni nëpër viset e tyre, e që, për shkak të mëkateve të tyre, i zhdukëm ata, dhe pas tyre, krijuam gjenerata tjera. Sikur ne ta zbritin ty një libër të shkruar në letër, ata ta preknin me duart e tyre, ata që nuk besojnë, me siguri do të thonin, kjo s'është gjë tjetër, përpos një magji e hapët. Ata thanë, që kishte zbrit atij Muhamedit një ëngjël. Sikur ta dërgonim ne ëngjëllën, una do të merrte fund dhe nuk do t'u jepej asnjë afat. Sikur ta dërgonim atë pejgamberin ëngjël, do ta bënin gjithsesi me tipare njeriu. Ata përsëri do të dyshonin, si më parë. Me të vërtet, janë përqeshur shumë pejgamberë para teje, e i përshin ata që i përqeshrin pejgamberët dënimi i daljes së tyre. Thuaj, o thonin e për botë shihni çfarë ka qenë dënimi ndaj atyre që thonin, pejgamberët gënjejnë. Thuaj, e kujt është tërë ajo, që gjendet në qiell dhe në tokë? Përgjigju, e Perëndisë është. Vetes ja ka përcaktuar mëshirën. Ai, padyshim, do t'ju të bëjë në ditën e kiametit. Ata që vetveten e kanë shkatëruar, ata në të vërtetë nuk do të besojnë. E ti është çdo gjë që rri dhe lëviz natë e ditë. Ai i dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Thuaj, atë bëj mik tjetër, përpos Perëndisë, krijuesit të qiellve dhe tokës. Ai e ushqen botën, e ata s'kush nuk e ushqen. Thuaj, mua më është ururuar që të jemi i pari nga ata që e kanë pranuar Islamizmin dhe kursesi mos u bën nga ata që i bëjnë shok atij. Thuaj, nëse kundërshtoj Zotin tim i droj dënimit të ditës së madhe. Ai që i shpëton dënimit të kësaj dite, Zoti e ka mëshiruar atë. Dhe ky është shpëtimi i vërtetë. Nëse nga Perëndia të godet ndonjë fatkeqësi, atëherë askush për që ti nuk mund të shpëtojë. Nëse të doron ndonjë mirësi, vetëm ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Ai është i pushtetshëm mbi robërit e vet, ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Thuaj, cila është dëshmia më e madhe që ti je profet? Dhe përgjigju, Perëndia është dëshmitar në mes meje dhe jush. Me është shpallur ky Kur'an që t'ju tërheqë vërejtjen me të, juve dhe atyre te kush arrin ky. A mos vallë dëshmoni ju se, përveç Perëndisë ka edhe zotra tjerë? Thuaj, unë nuk e dëshmoj. Thuaj, vërtet, ai është vetëm një Zot dhe unë jam larg nga ato që ju i konsideroni shok Perëndisë. Atyre që u kemi dhënë librin e njohin Muhamedin, ashtu si njohin fëmijët e tyre. Nuk do të besojnë ata që e kanë shkatëruar veten. Kush është më zullumçar se ai që trillon për Perëndin ose i përgënjeshtron dokumentat e tij? Vërtet, përgënjeshtarët nuk do të shpëtojnë. Kujtoj atë ditë kur do t'i të bëjmë të gjithë, e do t'u themi atyre që i kanë vënë shoq Perëndisë, ku janë shokët tuaj, për të cilët mendonit se janë shokë të Perëndisë. Ata nuk do të kenë kurfar arsitimi, përveç se të thonë rejnë, pasha Perëndin, Zotin ton, nuk kemi qenë pagan. Shiko se si ata vetin e fusin e rejna, e humbin nga ata, ajo që e trilluan. Ka disa prej tyre që të dëgjojnë, por ne kemi vënë perde në zemrat e tyre, për të mos e kuptuar atë e në veshët e tyre shërdhimi. Edhe nëse e shohin çdo ajet, ata nuk besojnë në to. Kur të vinte ti për të polemizuar me ty, thonë ata që nuk besojnë, këto janë vetëm trillime të popujve të lashtë. Ata e ndalojnë besimin e Kur'an, edhe vetë largohen nga ai, dhe vetveten e dëmtojnë, e nuk e hetojnë. Sikur ti shohësh ata kur të ballafaqohen para zjarrit, duke thënë, sikur të ktheheshin pas, mos ti përgënjeshtronim dokumentet e Zotit ton dhe të bëheshin besimtar. Jo, por atyre ju doli ajo, që me parë e fshinin, dhe sikur ata të ktheheshin, prap do të bënin ato që u ishin ndaluar. Ata, me të vërtetë, janë gënjeshtarë. Ata thoshin, s'ka jetë përveç në këtë botë dhe ne nuk do të ringjallemi. Sikur ti shohësh ata kur të dalin para Zotit, ai do t'ju thotë, a nuk është e vërtetë kjo? Ata do të përgjigjen, po, është e vërtetë për Zotin ton. Perëndia do t'ju thotë, e pra, tani, shijoni dënimin, sepse nuk jeni besuar. Gjithsesi, ata e kanë dëmtuar veten, që e kanë përgënjeshtruar takimin me Perëndin, e kur befas tu arri dita e kiametit, do të thonë, të mjerët në çka kemi humbur në jetën e tokës. Dhe do t'i bartin mëkatet e veta në shpinën e tyre. Sa e shëmtuar është ajo barë. Jeta e kësaj bote është vetëm lojë largëtim, kurse bota tjetër
është e vërtetë më e mirë për ata që i druajnë Perëndisë. A nuk po mendoni? Na e dim se ty, me siguri, të zemëron ajo që thonë ata. Ata, me të vërtet nuk të fajsojnë ty se je gënjeshtar, për zullumçarët mohojnë argumentet e Perëndisë. Edhe para teja o Muhammed. Shumë pejgamber janë përgënjeshtruar, por ata kanë duruar për atë që janë konsideruar. Dhe kanë vuajtur derisa nuk ka ardhur ndihma jon, askush nuk mund të ndryshojë fjalët e Perëndisë, dhe, padyshim, te ti kanë arritur disa lajme për pejgamber. Nëse ty të vjerën të kthimi tyre prej teje, e nëse mund të kërkosh zgavën në tokë ose shkallën e qiell, e tu sjellësh një mrekulli bëni këtë. Sikur Perëndia të donte, do t'i kishte tubuar ata në rrugë të mbar, mos u bën nga ata që nuk e din këtë. Do të gjegjen vetëm ata që dëgjojnë të kuptueshmit. Të vdekurit do t'i ngjallë Perëndia, pastaj ata do të kthehen tek ai. Ata thonë, pse nuk i zbriti atij ndonjë mrekulli, Zoti i tij? Thuaj, Perëndia është i fuqishëm të dërgojë mrekulli, por shumica e tyre nuk e di fuqinë e Perëndisë. S'ka asnjë kafshë në tokë e të gjitha shpendët që fluturojnë me krahët e tyre, që të mos jenë në një grup të ngjashëm me ju me krijim dhe ekzistim. Ne nuk kemi haruar asgjë në libër Levi Mahfudhin. Pastaj do të tubohen te Zoti i tyre. Ata që i përgënjeshtrojnë dokumentet tona janë shurë dhe me mec, janë errësirë. Perëndia këtë do e shpjet të gaboj, ndërsa këtë do e uzon në rrugë të drejtë. Thuaj, çka mendoni nëse ju vjen dënimi i Perëndisë apo ju godët dita e Kiametit, a do ta thërrisni dikë tjetër pos Perëndisë, nëse flitet e vërtetë? Jo, ju do ta thërritni vetëm atë, ai do t'ju zbuloj atë për çka thërritni, nëse ai do. Dhe ju, atëherë, do t'i harroni ato që ja bëjshit atij. Na, ju kemi dërguar pejgamber shumë popujve para teje dhe i kemi dënuar ata me skamje dhe fatkeqësira për t'u përulur. Pse nuk u penduan, kur u erdhi dëshkimi jon? Por, zemrat e tyre ishin gur, e djalli u zbukuronte ato që bënin ata. Dhe, kur i haruan ata, për ato që u paralajmërua, na ju hapun të gjitha dyert të gjitha të mirat, e kur u gëzonin me atë që u dhanë, ne i dënuam ata befasisht dhe atëherë ata humbën çdo shpresë. Dhe humbi gjurma atij ku mbi zullumçar. Ladërimi qofti Perëndisë, Zotit të gjithësisë. Thuaj, çka mendoni sikur që u merrte Perëndia të dëgjuarit dhe të pamit dhe tua vulose zemrat tuaja, cili Zot, përveç Perëndisë do tua kthente ato. Shisi u shpjegojmë na dokumentet, e ata përsëri e kthejnë kryet. Thuaj, me thuani ju, ne ju vjen dënimi i Perëndisë pa pritmas ose sheshazi, a do të zgjukej kush përveç popullit zullumçar. Na u dërguam pejgamberët vetëm si arriqësues dhe qortues. Pra kushdo që beson dhe bën mirë, mos të friksohen as nuk do të pikëllohen. Për ata që përgënjeshtrojnë dokumentet tona, ata do t'i godet dënimi për mëkatet e bëra. Thuaj, unë nuk do t'ju them se i kam depot e Perëndisë, se di sekretet, as nuk them se jam angjël, unë ndjek vetëm atë që më shpallet. Thuaj, a barazohet i verbëri me atë që sheh? As po mendoni? Dhe i qortu me Kur'an ata, të cilët druajnë se kanë për të tubuar para Zotit të tyre, ku që veç ti, nuk do të kenë as mbrojtës as ndihmës për të u ruajtur nga mëkatet. Mos i dëbo ata që i lutën Zotit të vet në mëngjes e mbrëmje, duke dëshiruar atë, ti nuk je i obliguar të kujdesesh për ta për asgjë, e as ata nuk janë përgjegjës për ty asgjë, sepse nëse i dëbon ti ata, do të jesh zullumçar. Dhe kështu na i provojmë njëri me tjetrin për të thënë, a mos janë këta që Perëndia u adhuroi mirësinë? A mos vallë Perëndia nuk i një më mirë ata të cilët i janë mirënjohës? Kur të vinë ti ata që besojnë në argumentet tona, thuaj, shpëtimi pa qa qoftë mbi ju. Zoti juaj vetës i ja ka caktuar mirësinë. Nëse dikush ka ju bën ndonjë vepër të keqe pa ditur, e pastaj pendohet e përmirësohet, ai fal dhe mëshiron. Na kështu shpjegojmë hollësisht dokumentet në mënyrë që të kuptohet rruga e njerëzve të këqij. Thuaj, mua më është ndaluar t'i adhuroj ata që ju përpos Perëndisë i adhuroni. Thuaj, unë nuk e ndjek dëshirat tuaja, sepse atëherë do të isha i humbur dhe nuk do të isha nga ata që janë në rrugën e drejtë. Thuaj, unë kam ardhur me argumente dukshëm nga Zoti im e ju e përgënjeshtruat atë. Atë që kërkon ju dënimin nuk është në pushtetin tim, pushteti takon vetëm Perëndisë. Ai e tregon të vërtetën dhe ai e bën dallimin e mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Thuaj, sikur ta kisha në dorë atë që e kërkoni ju, shpejt e shpejt dënimin do të sharojë puna mes meje dhe jush do të shkatërroheshit. Perëndia i di më së miri zullumçarët. Perëndia i ka qelesat e të gjitha shqetësive dhe vetëm ai di ato. Ai di çka në tokë dhe në det, asnjë gjë nuk bie, pa e ditur ai, dhe nuk ekziston asnjë kokër në thellësitë e tokës, as e freskët, as e thatë, e të mos je qenuar në librin e qartë Levi Mahfudh. Ai natën ju vën e gjumë dhe diçka punoni ditën. Ju zgjon ditën për të arritur kohën e caktuar të jetës. Pastaj i ktheheni atij dhe ju tregon atë që keni punuar. Ai sundon mbi robërit e vet dhe ju dërgon lojtar, kur njëri nga ju i vjen vdekja, të dërguarit tanë angjëjt e bëjnë të vdekuria marrën shpirtin, duke mos bërë kurfar vleshimi pa përjashtim.
Pastaj ata do të kthehen te Perëndia, Zoti i tyre i vërtet, se vetëm atij i takon të gjykojë dhe ai është llogaritari më i shpejtë. Thuaju, kush do t'ju shpëtojë nga errësirave ziku e tokës dhe tetit, kur i luteni atij haptazi dhe fshehurazi duke thënë, nëse ai na shpëton prej këtyreve ziqeve, vërtet do të bëhemi mirënjohës. Thuaj, Perëndia ju shpëton nga ato ziqe dhe çdo e keqe tjetër, e ju përsëri i bëni shoq atij. Thuaj, ai është i fuqishëm t'ju ndeshkojë prej së larti ose nën këmbët tuaja, ose t'ju ndajë në grupe, e njeri tjetrit ja tregon i fuqinë e luftë në mes veti. Shisi u shpjegojnë nga dokumentet që të kuptojnë ata. Populli yt e përgënjeshtron atë Kuranin, por ai është i vërtet. Thuaj, unë nuk jam lojtari jua. Çdo lojë ka kohën e vet të caktuar, e ju atë ta mësoni. Kur ti shohësh ata që thellojnë e nënçmin në dokumentet tona, largo prej tyre derisa të mos kalojnë në bisedë tjetër. Nëse djalli të mashtron, mos veri me zullumçar të përkujtohesh. Ata që i drojnë Perëndis, s'kan kurfar përgjegjësi për mëkatet e tyre të mohueset, por kjo është vërejtje për t'u ruajtur. Lëreni ata që fenë e tyre e marrin si lojë dhe dëfrim, e të cilët i ka mashtruar jeta e kësaj bote. Këshilloj me Kuranin që njeriu të mos shkatërohet për atë që ka vepruar, duke mos pasur, pos Perëndis, as ndihmëtar, as ndërmjetës, dhe sikur ai të ofronte çfarë do shpërbimi, nuk do të pranohet nga ai. Këta janë ata të cilët janë shkatëruar për atë që kanë punuar. Ata do të fitojnë pijen nga uji i vluar dhe dënim të dhimbshëm për shkak se kanë mohuar. Thuaj, ata adhurojnë dikë tjetër përveç Perëndis, atë që nuk ka sjell dobi as dëm, e të kthehemi ka thëmbrat tona në humbje, pasi që Perëndia na udhëzoi në rrugë të drejtë. Të bëhemi si ai që e kanë trullosur djajt në tokë e ai mbeti i humbur, e të cilin shokët e tij e thirrën në rrugën e drejtë, e ja tek ne. Ai nuk përgjigjet. Thuaj, rruga e Perëndis është e vetmja rrugë e drejtë, dhe neve jemi të urdhëruar të bindemi Zotit të gjithësisë, dhe të falim namazin dhe të i ruhemi atij. Ai është tek i cili do të tuboni ju. Dhe ai është ai i cili krijoi qiellin dhe tokën me të vërtetën. Dhe kur ai thotë bë, ajo bëhet, fjala e tij është e vërtetë dhe atij i përket pushteti i asaj dite kur fryhet në sur. Ai e di botën e padukshme dhe të dukshme dhe ai është i plot fuqishëm dhe i gjithdijshëm. Kujtoja Muhammed, kur Ibrahimi tha babës së tij Azerit, a mos do t'i marrësh statujat për zotra? Unë po shoh se ti dhe kumbiut jeni në humbjet e mëdha. Dhe na ja treguam Ibrahimit perandorinë e qiejve dhe të tokës për t'u bërë nga ata që besojnë vendoshmërisht. Dhe kur arriti nata, ai vërejti yllin dhe tha, ky është Zoti im. Por, kur perëndoi ai yll, tha, nuk i dua ata që perëndojnë. Kur vërejti henën duke lindur, tha, ky është Zoti im. Pasi perëndoi ajo, ai tha, nëse Zoti im nuk më udhëzon në rrugën e mbar, me siguri do të bëhem njëri nga të humburit. Kur e vërejti diellin duke lindur, ai thërriti, ky është Zoti im, ky është më i madhi. Pasi perëndoi, ai tha, o kumbiem, unë jam i dëlir nga ajo që ju i bëni shok Perëndis. Unë e kthej fytyrën time kohaj që i ka krijuar qiellin dhe tokën, duke qenë besimtar i vërtetë, dhe unë nuk jam nga ata që i bëjnë shok Perëndis. Dhe populli i tij polemizoi me të lidhur për njësimin e Perëndis. Ai tha, a mos vallë ju dëshironi të polemizoni me mua për Perëndin, e ai më ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Unë nuk friksohem prej putashëve në ju shoq atij. Unë nuk frikohem prej asgjëje, përveç nëse don Perëndia të më shkaktojë ndonjë katastrofë. Zoti im, me dijeninë e vet ka përfshirë çdo gjë. A nuk po mendoni? Si të friksohem unë prej putash tuaja, me të cilët ju i bëni shoq Perëndis, e ju nuk friksoheni nga ajo që i bëni shoq Perëndis, pa ju zbritur kurfar argumenti. Prandaj, kush prej këtyre dy grupeve meriton të jetë i sigurt, nëse dini ju? Për ata që besojnë dhe nuk e përzihen besimin e tyre me zullum, atyre u përket siguria dhe ata janë në rrugë të drejtë. Ky është argumenti ynë, të cilën ne ja dham Ibrahimit kundër popullit e tij. Ne e ngrisëm në shkallë më të lartë këtë dojmë. Me të vërtetë, Zoti yt është i plotëdijshëm dhe i gjithdijshëm. Na ai adhuruam atij Ibrahimit, Isakun dhe Jakubin. Të dy këta i kemi udhëzuar në rrugë të drejtë. Dhe Nuhun e patëm udhëzuar më parë në rrugë të drejtë, e nga pasardhësit e tij, Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Usain dhe Harunin. Dhe kështu ne i shpërblejmë bamirësit. Dhe Zekerian, Jahjain, Isain, Iliazin, të gjithë këta kanë qenë nga njerëzit e mirë. Dhe Ismailin, Eliasan, Yunusin dhe Lutin, të gjithë këta i kemi lavdëruar në gëtë tjerët. Edhe disa nga prindërit e tyre, pasardhësit e tyre dhe vëllezërvet e tyre, i kemi zgjedhur ata dhe i kemi udhëzuar në rrugë të drejtë. Ky është udhëzimi i Perëndis, ai udhëzon në rrugë të drejtë këtë dojnë nga robërit e vet. Sikur t'i bëni shok atij, do t'ju humb çdo gjë nga ajo që kanë punuar. Këta janë ata që u kemi dhënë libër, Dienit e Holl dhe Profetni. Nëse banorët e Mekës i mohojnë këto, na do t'i ja besojmë një populli tjetër që nuk do t'i mohojë.
Këta janë ata pejgamberët e përmendur, të cilët Perëndia i ka udhëzuar në rrugën e drejtë, andaj edhe ti o Muhammed, ndiqe rrugën e tyre. Thuaj, unë nuk kërkoj nga ju për shpalljen e Kuranit, kur fal shpërblimi, se ai është vetëm këshill për gjithë njerëzimin. Të brejt nuk e njohën si duhet Perëndin kur thanë, Perëndia asgjë nuk i ka zbritur njerëzit. Thuaj, e kush e shpalli librin, që e solli Musai si dritë dhe udhërfyes për njerëzit, të cilën ju e keni shpërndar në fleta, nga të cilat disa i tregoni e shumicën e fsheni. Edhe ju jeni mësuar me mesimin e Muhamedit për atë që nuk keni ditur as ju, as e të rituaj. Thuaj, Perëndia u ka shpallur atë libër. Pastaj lëni ata që të argëtohen me gënjeshtrat e tyre, në të cilat janë zhytur. Ky libër Kurani, që ta kemi shpallur ty, është i madhërishëm, vërtetuesi i atij që gjendet para jush Teurati dhe frikësuesi i umulkuras popullit e Mekes dhe atyre që gjenden rreth saj. Ata që besojnë në jetën e ardhshme besojnë edhe në te Kur'an dhe ata kujdesen për kryerjen e namazit të tyre. Kush është me zullumçar i madh se ai që trillon gënjeshtra për Perëndin ose që thot, mua më është shpallur, por asgjë nuk ju ka shpallur atij. Dhe ai që thot, unë do ta shpalloj të njëjtën gjë çka ka shpallur Perëndia. Ti shoh zullumçarët kur janë në mendimet e vdekjes e ngjit zgjasin duart për t'u marrë shpirtin, duke thënë, mirë shpirtërat tuaj. Sot ju do të shkoheni me dënim të poshtruar për shkak të pavërtetave që i keni thënë për Perëndin dhe që jeni krenuar duke mos besuar versetet e tij. E do të na vini ju veç e veç, ashtu siç ju kem krijuar herën e parë lakuriç. Dhe do t'i lini pas vete ato që ju patëm dhuruar. Na nuk po i shohim me ju ndërmjetësuesit tuaj, për të cilët mendonit se ata të ju janë shokët e Perëndisë. Në mes jush janë shëputur të gjitha lidhjet dhe humbi nga ju, ajo që mendonit ju. Me të vërtetë, Perëndia është ai që forën dhe bërthamën e bën të shpërthejë të mugulloj. Ai e nxjerr të gjallin prej të vdekurit dhe është nxjerrës i të vdekurit prej të gjallit. Ky është Perëndia. E ku po zëmbapseni ju prej të vërtetës. Ai është krijuesi i dritës ditore, natën e bëri për pushim, e diellin e hënën për të njësuar kohën. Kjo është dispozita e Perëndisë, i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Ai është që ju ka krijuar yjet për të orientuar në errësirat e tokës dhe të detit. Na u shpjegojmë hollësisht dokumentet tona njerëzve që dinë. Ai është që ju ka krijuar prej një njeriu Ademit që të jetoni dhe të varroseni në tokë. Na u sqarojmë hollësisht dokumentat tona njerëzve që kuptojnë. Dhe ai është që ka zbritur ujin nga qielli, me të cilën nxjerrim çdo lloj bime dhe me të rritet gjetbërimi, e nga ky nxjerrim kokërat e dëndura, dhe prej palmës së vumës, nxjerrim nga majat e saj, kalaveshat e ulët, dhe nxjerrim kopshtie rrushi, lliri dhe shege, disa janë të ngjashme me njëra, tjetrën e disa jo. Veshtroni frutet e tyre kur lidhen dhe piqen. Në to, me të vërtetë, ka argumente për ata njerëz që besojnë. Idhujtarët i kanë trilluar atij nga ignoranca, dje me vajza. Qoftë lavdëruar ai dhe qoftë shumë lart nga ajo që i përshkruajnë ata. Ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës. E si mund të ketë ai fëmijë për të s'ka grua? Ai ka krijuar çdo gjë dhe vetëm ai di çdo gjë. Ky është Perëndia, Zoti juaj. S'ka zot tjetër përveç tij, krijuesi i çdo gjëje, andaj adhuroni atë. Ai është mbikëqyrësi i çdo gjëje. Shikimet nuk mund ta përfshin atë. Ai i përfshin shikimet e të gjithëve. Ai është bamirës i pakufi dhe di çdo gjë. Me të vërtetë, ju kanë ardhur juve nga Zoti juaj, argumentet e qarta, ai që i studion ato, i sjell dobi vetes, e ai që nuk i vëren ato, i bën dëm vetes. Unë nuk jam vetari juaj. Kështu, ne, në mënyrë të ndryshme i tregojmë dokumentet për të thënë ata, ti i ke mësuar ato prej librave të mëparshëm. Dhe t'ju shpjegojmë Kur'anin njerëzve që dinë të drejtën. Pason të shti atë që të ka shpallur Zoti yt. S'ka tjetër Zot veç ti. Çmandu prej idhujtarëve. Sikur të donte Perëndia, ata nuk do t'i bënin shok atij. Na nuk të kemi bërë ty lojtar të tyre, e as që jem mbikëqyrës i tyre. Mos i shani ata, që adhurojnë tjetër pos Perëndisë, e që shajnë Perëndin, duke kaluar kufirin me padije. Kështu, ne ua kemi jeshuar çdo popull i veprat e tyre. Pastaj, ata do të kthehen te Zoti i tyre, e ai do t'i lajmërojë ata për atë që kanë punuar. Ata betohen në Perëndin me betimin më të rëndë, se nëse ju vjen një dokument, ata me siguri do të besojnë. Thuaj, dokumentet janë vetëm të Perëndia. E kush ua bën me dije juve, se ata, kur t'ju vjet dokumenti, nuk do të besojnë. Na ua kthejmë zemrat dhe shikimet e tyre e nuk do të besojnë, ashtu si nuk kanë besuar Kur'anin as me parë. Na do t'i lëmë ata në humbje, që të bredhin ande, kënde. Sikur atyre t'ju dërgonin me ngjet, dhe sikur t'i ngjanin të vdekurit e t'ju flisnin atyre dhe t'i tubonin të gjithë dokumentet para atyre, ata përsëri nuk do të besoni, përveç e dash Zoti, por shumica e tyre nuk din. Si për ty ashtu edhe për çdo profet, na ke krijuar armiq gjaj të njerëzve dhe të gjinëve, të cilët i flasin njëri, tjetrit fjalë të zbukuruara për t'i mashtruar. Sikur të donte Zoti yt, ata nuk do të bënin atë, andaj, lëri ata dhe atë
që trillojnë ata, e që zemrat e atyre që nuk besojnë në ditën e Kiametit, ta kthejen dhe të kënaqen me të, e le të fitojnë çka të fitojnë prej mëkateve. Vallë, të kërkoj tjetër arbitër përveç Perëndis, e ai është që ju ka zbritur librin Kuranin e shpjegueshëm. Atyre që ne ua kemi dhënë librin para jush, e dinë se ai Kurani është në të vërtetë i zbritur nga Zoti yt. Dhe, kurse se mos u bën nga ata që dyshojnë. U plotësuan fjalët e Zotit tënd, që janë kulmi i së vërtetës dhe i drejtësisë, fjalët e tij askush nuk mund t'i ndryshojë. Ai dëgjon çdo gjë dhe di çdo gjë. Nëse i përulesh shumicës së njerëzve që gjenden në tokë, ata do të shmangin nga rruga e Zotit. Ata ndjekin vetëm hamendjet. Ata vetëm gënjejnë. Me të vërtetë, Zoti yt i njeh më së miri ata që i shmangen në rrugën e Perëndisë dhe ai di më së miri ata që janë në rrugë të drejtë. Hani atë që gjatë thërjes është përmendur emri i Perëndisë, nëse jeni besimtar të dokumenteve të tij. E pse mos ta hani atë që është thënë në emër të Perëndisë, e ai ju ka shpjeguar që është ndaluar, përveç se kur jeni në shtrëngës, është shumë prej tyre nga padia, shmangin ata prej usë mbar për kënaqësinë e vet. Me të vërtetë, Zoti yt i njeh më së miri ata që e kanë kaluar kufirin. Lëreni mëkatet e hapa dhe të fshehta. Se, me të vërtetë, ata që kanë bërë mëkate do të ndshkohen për atë që kanë gabuar. Mos e hani atë që kur është thënë nuk është përmendur emri i Perëndisë, ajo me të vërtetë është mëkat. Me të vërtetë, djajt i nxisin miqtë e vet që të polemizojnë me ju. E nëse ju përuleni atyre, atëherë edhe ju, me të vërtetë, jeni dhujtar. A barazohet ai që është i vdekur i humbur ne e ngjallën dhe i dhan dritë me të cilën ecë në mesin e njerëzve me atë që është në errësirë e nuk mund të dalë prej saj. Kështu, mohësve u janë zbukuruar ato vepra që kanë punuar. Dhe po ashtu, ne kemi bërë në çdo anë sikur në Mekë të mëdhenj, mëkatar, që të pështjellojnë ata. Mirë po, ata pështjellojnë vetëm vetveten e nuk hetojnë. Kur atyre të vinë ndonjë dokument, ata thonë, na nuk do të besojmë derisa të mos na jepet, se ajo që ju është dhënë pejgamberëve të Perëndisë. Perëndia di më së miri ku e vendos profetnin e vet. Ata që kanë bërë mëkate, do t'i arrijë një poshtrim nga ana e Perëndisë dhe ndëshkim i ashpër për atë që kanë pështjelluar. Atë që Perëndia don ta shpjegë në udhë të mbar, ai, zemrën e atij, ja disponon për islamizëm, e atë që don ta lënë në humbje, ai zemrën e tij ja shtrëngon dhe ja bën të ngushtë, si të jetë duke vungjitur në qiell. Kështu, Perëndia i ndeshkon ata që nuk besojnë. Kjo është rruga e drejtë e Zotit tënd. Na ju kemi shpjeguar argumentet njerëzve që meditojnë. Ata do të kenë shtëpinë e shpëtimit te Zoti i tyre. Dhe ai është mbrojtës i tyre për veprat që punojnë ata. Kujtoj atë ditë kur ai do t'i të bojë të gjithë dhe do t'ju thotë, o tokë i gjindëve, ju shumë njerëz i keni mashtruar. E miqët e tyre që ishin njerëz, thanë, o Zoti ynë, na u kënaqëm me njëri tjetrin dhe arritëm në afatin ton, të cilin na ke caktuar ti. Perëndia do të thotë, qarri është venstrehimi juaj. Ne të do të qëndroni për herë, përveç çka don Perëndia. Zoti yt, me të vërtetë, është i plotëdijshëm dhe i gjithdijshëm. Që, kështu, ne japim pushtet disa zullumçarave mbi të tjerët, për atë që kanë fituar ata. Të tokë i gjindëve dhe njerëzve, a nuk ju patën ardhur pejgamber nga mesi juaj për t'ju treguar dokumentat tona dhe për t'ju paralajmëruar takimin në këtë ditë. Ata do të thonë, na këtë pranojmë në dëmtonin. Ata i ka mashtruar jeta e kësaj bote dhe ata dëshmojnë kundër vetes se janë mohus. Kjo është nga se Zoti yt nuk e shkatërron asnjë vend për shkak të zullumit të tyre pa paralajmërimin e banorëve të tyre. Çdo kujt i përket pozita për atë që ka punuar, se Zoti yt nuk është i pakujdesshëm për veprat e tyre. Zoti yt është i pasur dhe i mëshirshëm. Nëse don, ju zhduk dhe sjell pas ju shka të doj, ashtu si ju ka krijuar nga pasardhësit e popullve të tjerë. Ajo që u është premtuar, me të vërtetë do t'ju arrijë e ju nuk mund të ikni asaj. Thuaj, o populli im, punoni në gjendjen tuaj, e unë punoj në gjendjen time, e do ta dini se për këtë do të jetë fundi i mirë. Me të vërtetë, zullumçarët nuk do të shpëtojnë. Ata mohuesit kanë caktuar pjesë nga të lashtrat dhe kafshët shtëpiake, të cilat i ka krijuar ai Zoti dhe thonë sipas hamendjes së tyre, kjo është për Perëndin, e kjo është për putat tova. Mirë po, ajo pjesë që është për putat e tyre, nuk jepen te Zoti, kurse ajo që ata e kanë caktuar për Perëndin, ajo arrin jepet te putat e tyre. Sa gjykim të shëmtuar bëjnë ata. Po ashtu, shumë mohuese u kanë hishuar shokët e tyre, rasjen e fëmijëve të vet për t'i gjukur ata dhe për t'ju përzi fenë e tyre. Sikur të donte Perëndia, ata nuk do ta bënin atë. Ljerini ata dhe trillimet e tyre. Ata thonë, këto shtatë shtëpiake dhe këto të lashta janë të ndaluara, nuk mund t'i haj askush, përveç kujt t'i lejojmë ne, e sipas hamendjes së tyre edhe disa kafshë shtëpiake janë të ndaluara për ngarkim dhe disa shtazë që kur i thejë nuk e përmendin emrin e Perëndisë, duke përgënjeshtruar atë Perëndin. Ai do t'i ndeshkojë ata për gënjeshtrat e trilluara. Dhe ata thanë, ajo që gjendet në barkun e këtyre shtazëve shtëpiake u përket vetëm me shkujve tonë, kurse për gratë tona janë të ndaluara.
E nëse linin ato të ngurdhura, ata të gjithë burra e gra janë pjesëmarrësnit. Perëndia do t'i ndeshkojë ata për gënjeshtra. Se ai, me të vërtetë, është i plotdijshëm dhe i gjithdijshëm. Dhe humbur janë ata që i kanë mbytur fëmijët e tyre nga mendjeletësia dhe padia dhe i kanë ndaluar ato që u ka dhuruar Perëndia, duke përgënjeshtruar ndaj Perëndisë. Ata kanë humbur dhe nuk qenë në rrugë të drejtë. Ai është që ka krijuar kopshte, rreshta të larta dhe të shtruara, ulme dhe të lashta, me shije të ndryshme, linje shega, të ngjashme për nga forma, kurse të ndryshme për nga shija. Hani frutet e tyre kurdo që të japin dhe japni atë që është detyrë në ditën e mbledhjes së tyre. Por mos e teproni, se Perëndia nuk i do ata që e teprojnë. Ai është që ka krijuar disa shtazë për ngarkim dhe për shtruarje, shtrese bërë prej leshi apo lëkurës së tyre. Hani nga ato që ua ka dhuruar Perëndia dhe mos ndiqni gurmët e djallit. Ai është armiku juaj i hapët. Perëndia ka krijuar 8 çifte kafshësh, 2 nga dhent mashkull dhe femër dhe 2 nga dhitë. Thuaj, ai ka ndaluar Perëndia 2 meshkuj dashin e shapin ose 2 femërat ose atë që mbajnë e bardhë 2 femra? Lajmëroni mua me dije të saktë nëse e thani të vërtetën. Perëndia ka krijuar edhe 2 deve dhe 2 lopë. Thuaj, ai ka ndaluar Perëndia 2 meshkujt apo 2 femërat ose atë që e mbajnë e bardhë 2 femërat? Apo mos keni qenë prezent ju kur Perëndia i ka urdhëruar për këtë? Kush është me zullumçar se ai që shpif gënjeshtra ndaj Perëndisë për të shpër njerëzit në humbje nga padia? Me të vërtetë, Perëndia nuk e çon në rrugë të drejtë kombin zullumçar. Po ai, unë nuk gjej atë që më është shpallur mua në Kur'an, se është ndaluar ta hajë njeriu atë që do, gjithçka tjetër, përveç coftin, gjakut të derdhur ose mishit të derit, se ai është i dytë, ose është mëkat ajo që është thënë në emër të tjetër kujt, e jo në emër të Perëndisë. Por, për atë që ngushtohet nga uria e madhe, nuk është mëkat të hajë ato që i përmendëm, por pa ngopur, vetëm sa të zhduket uria. Se Perëndia, me të vërtetë, është falës i madh dhe përdëllimtar. Na ua ke ndaluar hebrejve të gjitha shtazët që kanë thonë kthetra, ndërsa nga lopët e dele, për ta kemi ndaluar dhjamin e brendshëm të tyre, me përjashtim të dhjamit të shpinës, ose të atij dhjami që është puqë me zorët, ose atë që është përzier me eshtra. Me këtë, na i kemi ndëshkuar ata për shkak të zullumit të tyre, se ne, pa dyshim, themi të vërtetën. Nëse ata të përgënjeshtrojnë ty, thuaju, Zoti juaj është pronari mëshirës së gjerë, e ndëshkimi i tij nuk pengohet nga populli mëkatar. Idhujtarët do të thonë, sikur të donte Perëndia, nuk do t'i bënim shok atij as ne as baballarët tanë, dhe asgjë të ndaluar nuk do të punonim. Kështu mohonin edhe ata para tyre, derisa e shijuan dënimin to. Thuaj, a keni ju ndonjë argument na paraqitni? Ju mbështeteni vetëm në hamendje dhe jeni vetëm gënjeshtar. Thuaj, Perëndia ka argumente të qartë dhe po të donte ai, të gjithëve do t'ju uzonte me forcë në rrugë të drejtë. Thuaj, se në dëshmitarët tuaj të cilët dëshmojnë se Perëndia e ka ndaluar këtë. E nëse dëshmojnë duke gënjur, ti mos dëshmo me ta. Mos i ndiq dëshirat e atyre që argumentet tona i konsiderojnë gënjeshtra dhe të cilët nuk besojnë në ditën e mbram. Ata i bëjnë krahasim dike tjetër Zotit e tyre. Thuaj, janë i t'ju lexoj ato që ju ka ndaluar Perëndia, ati mos i bëni shoke, bëju mirë prindërve, mos vrini fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, na ju shemi ju dhe ata. Mos ju qasni të këqijave, qofshin ato të hapët apo të fshehta. Mos e vrini personin, rastin e të cilit e ka ndaluar Perëndia, përveç kur e kërkon drejtësia gjyqi. Këtë ju porosit ai që ta fisnikeroni mendjen. Dhe mos i ju qasni pasurisë e bonakut, përpos në një mënyrë të mirë, drejsa ta mbëri pjekurin, kryeni drejt matjen dhe peshimin. Na nuk e ngarkojmë as për te mundësisë së tij. Kur flisni, bëhuni të drejtë, qoftë edhe kundër të afërmit tuaj. Plotësoni obligimet e Perëndisë. Këto janë porositë e tij për t'ju këshilluar. Dhe, kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqni, e mos shkoni rrugëve tjera që t'ju shmangin ato nga rruga e tij. Kjo është ajo që ju porosit ai për t'u ruajtur nga të këqijat. Pastaj, ja kemi dhënë Musait librin, duke ja plotësuar dhuntin për atë mirë, duke i shpjeguar çdo gjë udhërfyese me mëshirës për të besuar ata në takimin me Zotin e tyre. Ky libër Kurani që ua kemi shpallur është i uruar, ndiqni atë dhe druajuni kundërshtimit për të qenë të mëshiruar. E kemi zbritur për të mos thënë, libri u është shpallur vetëm 2 grupeve a pranesh hebrejve dhe të krishterëve nuk kemi mundur ta kuptojmë me që nuk kemi pasur njohuritë me pashme për të, ose për të mos thënë, sikur libri të na ishte shpallur neve, ne do t'i përmbaheshim rrugës së drejtë me mirë sa ata. Pra, ju ka ardhur nga Zoti juaj argument i qartë dhe udhërfyes dhe mëshirë, e kush është me zullumçar nga ai që i përgënjeshtron argumentet e Perëndisë dhe largohet nga ato. Ne do t'i ndëshkojmë ata që shmangen nga argumentet tona, me dënien të rëndë për shkak se u larguan. A mos vallë presin ata të vinë enxhet, ose të vinë urdhëri i Zotit tënd me dënim, ose të vinë disa argumente të Zotit tënd. Kur të vinë ndonjë argument i Zotit tënd, atëherë nuk do t'i bëj dobi askujt besimi i tij.
nëse nuk ka besuar me parë, ose nuk ka bërë ndonjë të mirë në besimin e tij. Thuaj, pritni ju se edhe ne me të vërtetë po presim. Me të vërtetë, ti s'ka asgjë me ata që e përndojnë fenë e tyre dhe shndërrohen në grupe. Te Perëndia është puna e tyre e ai do t'i informojë ata për atë që kanë punuar. Kush punon vepër të mirë, do të shpërblehet 10 fish. Kush punon vepër të keqe, do të dënohet vetëm sipas mëkatit dhe atyre nuk do të bëhet kurfar padrejtësie. Thuaj, mua, me të vërtetë, Zoti im më ka udhëzuar në rrugë të drejtë, në fenë e vërtetë, fenë e pastër të Ibrahimit, i cili nuk ka qenë adhurues i putavet. Thuaj, me të vërtetë, namazi im, edhe adhurimi im, jeta ime dhe vdekja ime i përkasin vetëm Perëndisë, Zotit të gjithësisë. Por të s'ka shoq dhe kjo më është uruar dhe unë jam i pari musliman. Thuaj, a mos vallë do të kërkoj unë tjetër Zot, përveç Allahut, kur ai është Zoti i të gjithave. Kushto që punon diçka, punon për vete dhe askush nuk ngarkohet me barin e tjetrit. Pastaj do të ktheheni te Zoti juaj dhe ai do t'ju informojë për atë që keni qenë në konflikt. Ai bën që ta ndroni njeri tjetrin në tokë dhe ai ju ngrit në përzita disa nga ju mbi të tjerët për t'ju provuar për atë që ju ka dhënë. Me të vërtetë, Zoti yt është i shpejt në dënim, por me të vërtetë është edhe falës e mëshirues.